Ndahet burri dhe ndahet gruaja. Fëmijët kujt i takojnë fëmijët në këtë rast? Ti ki hak më shumë, ti takon fëmiu më shumë me një kusht. Cili është kushti? Dhe prindërit janë të ndarë në dy vende të ndryshme, atëherë pas kësaj moshe kujt i takon fëmiu? Ky është babait. Dhe kjo është nana jote, me cilin don ti të qëndrosh kape për dorë. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në hijen e një kapitulli i cili është i rëndësishëm për gjithë besimtarët, ku me lejnë Allahut Azza wa Jall ne kemi ecur hap pas hapi, tem pas teme, çështje pas çështje, derisa sot me lejnë Allahut Azza wa Jall arrim edhe në pjesën e fundit, në temën e fundit të këtij kapitulli i martesës, ku me lejnë Allahut Azza wa Jall kemi filluar prej nxitjes së Islamit në martesë, prej interesimit të mashkullit, interesimit të femrës, mënyra se si duhet të arrihet deri në pajtimin e tyre, lidhje me fejesën e tyre, në lidhje me nikahun e tyre, rregullat, kushtet e nikahut dhe pastaj pjesa e shkurorzimit, llojet e shkurorzimit, mënyrat e shkurorzimit e kështu me radhë, derisa sot jemi në temën e fundit, në çështjen e fundit e cila ka të bëjë me këtë kapitull. Pjesa e fundit apo kjo temë ka të bëjë me ngjarjet, me çështjet, me ndodhit të cilat vijnë si pasojë e ndarjes së bashkëshortëve. Bëhet shkurorzimi, bëhet ndarja ndërmjet burrit edhe gruas. Kemi përmendur arsyet, llojet, mënyrat e kështu me radhë. Pjesa e fundit ka të bëjë me pasojat të cilat ju mbeten fëmijëve të tyre, të cilët janë të pastër, janë të pafajshëm, nuk kanë asnjë lloj hise në atë e cila ndodh me prindërit, megjithatë një pjesë ndoshta të dhimbjes, një pjesë ndoshta të vuajtjes, një pjesë të këtyre pasojave do ta bartin edhe fëmijët. Ndahet burri dhe ndahet gruaja. Fëmijët mbeten një lloj jetimi duke i pasur prindërit gjallë. Këto gjëra duhet të mendohen mirë, duhet të analizohen mirë, besimtari nuk duhet të jetë i ngutshëm, besimtari nuk duhet të merr hapat e ndarjes me lehtësim, po gjithashtu edhe nuk duhet të ndodhin gabime që i çojnë të martuarit deri në ndarje. Mirë po, nëse ndodh ndarja dhe ata të martuar kanë fëmijë, cilat janë rregullat, cilat janë pikat që i ka vendosur Islami, feja Allahut Azza wa Jall në lidhje me fëmijët e tyre, apo thënë më qartë, kujt i takojnë fëmijët në këtë rast? Fëmijët janë bashkë me babën edhe me nanën, është këtë në rregull. Mirë, po prej këtij momenti
baba është dikund, e nana është dikund tjetër. Fëmijët nuk mund të qëndrojnë me të dy, me kanë do të qëndrojnë fëmijët në këtë rast. Sipas argumenteve të fesë së Allahut Azza wa Jall, nëse prindërit ndahen dhe fëmijët janë të vegjël, janë ende foshnje, atëherë fëmiu i takon nanës nëse nana nuk martohet. Janë nda. Nëse nana martohet dikun tjetër, atëherë është një temë tjetër. Mirë po, nëse nana nuk martohet, fëmijët i takojnë kujt? I takojnë nanës. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej rasteve ku erdhi një grua dhe u ankua: Ja Rasulallah, këtë fëmijën tim, këtë foshnjën që unë e kam bart në barkun tim 9 muaj. Dhe pastaj unë i kam dhënë qumsht me pi. Unë jam munduar, kam sakrifikuar çdo gjë për këtë fëmijë. Dhe tash buri apo ish buri dëshiron që të ma merë fëmijën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Anti haqqu bihi ma lam tankihi. Ti je ma meritore. Ti ki hak ma shumë. Ti takon fëmiju ma shumë me një kusht. Cili është kushti? Nëse nuk martohesh. Ti takon fëmiju. Është nda burri edhe gruaja. Fëmiju ku do të mbetet? Fëmiju 1 vjeçar, fëmiju 2 vjeçar, fëmiju 3 vjeçar, fëmiju i vogël. Ku do të mbetet tash? Do të mbetet te nana ma lam tankihi. Por derisa ti nuk martohesh. Nuk martohesh, fëmiju takon ty. Në rregull. Po nëse nuk është nana, nëse ajo martohet, nëse ndodh diçka tjetër, atëherë fëmiju kujt i takon? Për këtë gjë nuk kemi ndonjë argument të prerë. Kujt i takon? Pas nanës. Në rregull, në rastin e parë i takon nanës. Po nëse jo, nëse ajo nuk pranon, nëse ajo largohet prej vendit, nëse ajo martohet dikun tjetër, nëse ajo ka probleme, nuk don më të afrohet në atë familje, e kështu me radhë, atëherë ky fëmijë në duart e kujt do të mbet? Këtu dietarët kanë ndryshuar dhe kanë dhënë mendime të ndryshme, megjithse të gjithë janë pajtuar në një gjë: më shumë ju takon grave. Baba sigurisht mirë, po baba nuk është në gjendje ta luajë rolin që i takon ndaj një foshnjeje të vogël. Çka do të bën baba me një fëmijë 1 vjeçar? Me një fëmijë 2 vjeçar? Këto gjëra më shumë ju takojnë grave. Andaj shumica e dietarëve kanë thënë, nëse nuk është nana, kalon tek nana e nanës, te gjyshja, te nana e babës, e kështu me radhë, te motrat, tek tezja, nga se tezja në hadithin tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: tezja është në vendin, në pozitën e nanës. Atëherë mund të kalon edhe tek tezja, e kështu me radhë, po ju takon më shumë grave. Për çfarë arsye? Nga se gratë mund ta luajnë rolin. Gratë e kanë atë mundësi, e kanë natyrën që mund të kujdesen më së miri për fëmijën e vogël. Deri kur? Deri në atë kohë që fëmiu arrin një moshë që dallon dhe pavarësohet nga disa gjëra të cilat janë elementare. Kanë thënë dietarët, nëse fëmiu arrin në atë moshë që është në gjendje me ngran vet, me pi vet, me u vesh vet, të pastrohet vet, nëse arrin fëmiu në këtë moshë, disa kanë thënë në moshën 7 vjeçare, disa kanë thënë 8 vjeçare, disa kanë dhënë mendime të ndryshme, po kjo nuk është e prerë. Kjo nuk kuptohet në bazë të fëmijës. E shet që fëmiu është në gjendje. Është në gjendje, por gjëra të thjeshta nuk ka nevojë as për babën as për nanën. Ai di me ngran vet, di me pi vet, di me i bë disa gjëra vet. Atëherë, pasi ta arrin këtë moshë dhe prindërit janë të ndarë në 2 vende të ndryshme, atëherë, pas kësaj moshe, kujt i takon fëmiu? Kjo është një çështje tjetër. Sa është foshnje, sa është fëmijë i vogël, në rregull, e kuptuam, i takon nanës. Mirë po, pasi ta arrin në një moshë,
kur të arrin në këtë mosh, kujt i takon fëmiu? Sipas mëdhëbit Hanefi, fëmiu i takon babës. Sipas mëdhëbit Maliki, fëmiu i takon nanës. Sipas mëdhëbit Shafi'i dhe mëdhëbit Hambeli, dhe që mendojmë se kjo është më afër argumenteve, megjithse ka diskutim dhe ka vend për diskutim, sipas këtyre dy mëdhëbeve të fundit, fëmiu ka të drejtë të zgjedh. A don të qëndrosh me babën, a don të qëndrosh me nanën? Dhe kjo duke u bazuar në një prej haditheve, në një prej rasteve ku dy prind erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishin të ndarë mirë, po e kishin një fëmijë të kësaj moshe. Erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gruaja tha: "Ja Rasulallah, unë e dëshiroj që fëmijën unë ta marr, unë ta kem me vete." Mirë, po edhe burri e dëshironte një gjë të tillë. Tash fëmiu është në mes. A me babën, a me nanën? Allah na ruajt, këto janë rastet të vështira, janë rastet të dhimbshme. Martesa duhet të mundohet të qëndron. Martesa duhet të mundohet të mbahet. Martesa nuk duhet të prishet. Martesa nuk duhet të rrezikohet me arsye të kota, me arsye banale. Burri duhet të toleron në ndonjë rast dhe gruaja duhet të toleron në ndonjë rast. Në ndonjë rast duhet t'i mbyll syt, në ndonjë rast duhet t'i mbyll veshët, në ndonjë rast duhet ta tejkalon hidhrimin, nervozën e vet, në ndonjë rast duhet të falë, në ndonjë rast duhet të mëshiron. Sido që të jetë, duhet të mundohet martesa të qëndron stabile, mos të prishet. Mos të prishet, nga se prishja e martesës ka pasoja të mdhaja. Para mendoje kur vjen rasti që baba nga njëra anë dhe nana nga njëra anë dhe fëmiu tash mbetet në mes. Sa zgjidhje e vështirë është për një fëmijë t'i thuhet: a don me qëndru me babën, a don me qëndru me nanën? Subhanallah, ndërsa fëmiu me kanë, fëmiu dëshiron të qëndron me të dy. Me të dy. Ama prindërit nuk dëshirojnë të qëndrojnë bashkë. E cili është faji i fëmijët në këtë rast? Fëmijët nuk kanë faj. Fëmijët janë të pastër. Fëmijët kanë ndërgjegje të kulluar. Fëmijët janë të pastër në shpirtin, në zemrën e tyre. Ata nuk kanë asnjë lloj faji, por fajin e prindërve do të paguajnë. Do të paguajnë edhe fëmijët, dhe kjo është e dhimbshme, dhe kjo është e keqe. Andaj të rriturit, andaj baba, nana, burri, gruaja, duhet të mundohen t'i tejkalojnë gjitha problemet, por veç në raste të veçanta, të ralla, ku problemi nuk tejkalohet, ku problemi nuk zgjidhet, atëherë vjen një gjë e tillë. Erdhën secili duke e kërkuar fëmijën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua fëmijët dhe i tha: cilin do që e ka për dore, ti me atë do të qëndrosh. Hadha e buk, kjo është babait. Dhe kjo është nana jote, me cilin don ti të qëndrosh, kape për dore. Atëherë fëmiu u kthi kahnana, e kapi për dore dhe vazhdoi me nanën e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi zgjidhjen e fëmijut. Me kan dëshiron të qëndrosh me nanën, u kri. Dëshiron të qëndrosh me babën, u kri. Kjo është zgjedhja e fëmijut, me kan dëshiron të qëndron pas një moshe që është në gjendje ta dallon. Mirë, po gjithë kjo si rregull në fenë Allahut Azza wa Jall duhet të zbatohet nëse dy prindërit janë musliman, nëse dy prindërit janë në fenë Allahut Azza wa Jall, nëse dy prindërit nuk kanë arsye që i bie njënit prej tyre përgjegjësia ndaj fëmijët. Shembull, nëse baba nuk falet, nana falet, atëherë fëmiu shkon me nanën. Nëse nana nuk falet, baba falet, fëmiu shkon me babën. Nëse baba ndoshta e ka mundësinë e përgjegjësisë mirë, po ndoshta merret me drogë, merret me kamat, merret me alkool, merret me punë të folliqura, atëherë ma nuk vetet fëmiu, a don me shku me babën? Jo, me këtë babë mos shko hiç. Dhe në raste të tjera, me këtë nanë mos shko hiç. Mirë, po nëse të dy janë të mirë,
të dy kanë sjellje, kanë moral, kanë karakter, kanë fe, kanë iman, atëherë bëhet zgjidhja me njënin apo me tjetrin. Pra, fëmiu i takon nanës nëse nana nuk martohet dhe fëmiu është i vogël foshnje. Në moshën 7 vjeçare, 8 vjeçare, në moshën që i dallon gjërat, atëherë i jepet mundësia që të zgjedh, të qëndron dhe të vazhdon me nanën apo me babën, megjithse me cilin do që qëndron fëmiu ka të drejtë pala tjetër ta viziton, ta merr atë, të qëndron një kohë të caktuar me të dhe ta kthen atë përsëri në vendin, në vendbanimin e tij. Pra këto janë disa rregulla që ne jemi munduar disa muaj së bashku, disa ligjërata së bashku të qëndrojmë nën hijen e këtij kapitulli i martesës përfundon sot me gjithse çështjet, meselet, rregullat e fesë Allahut Azza wa Jall nuk përfundojnë asnjëherë. Ne shpresojmë që nga gjitha këto ligjërata, nga gjitha këto mesazhe, nga gjitha këto mesele të kemi pasur dobi, të kemi përfituar, të kemi marrur disa njohuri dhe ta kemi parasysh si një kapitull të plot që në jetën tonë në çdo aspekt, po edhe në këtë aspekt të jetojmë sipas rregullave të fesë Allahut Azza wa Jall. Për fund e lutim Allahun Azza wa Jall të gjithë ata të cilët janë të martuar, Allahu martesën e tyre ta bekon. Të gjithë ata të cilët janë të martuar, Allahu t'u jep lumturi, harmoni, jetë islame në jetën e tyre. Të gjithë ata të cilët janë të martuar dhe nuk kanë fëmijë, Allahu me fëmijë t'i gëzon. Të gjithë ata të cilët kanë fëmijë, Allahu fëmijët e tyre në rrugë të hajrit, në rrugë të mbar t'i udhëzon. Të gjithë ata të cilët nuk janë të martuar, Allahu martesën e tyre ta lehtëson. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa أنت أستغفرك وأتوب إليك.